edhe në matje, po edhe në diskutime me qytetarë, te sheh që disa njerëz që kanë votu më parë edhe PDK-n, po sidomos që kanë votu LDK-n, e kanë votu Lëvizjen Vetëvendose. Dhe unë mendoj që ata që kanë votu LDK-n, e që bazohen kaq shumë në Ibrahim Rrugovën, qysh mundesh me qenë edhe me Ibrahim Rrugovën edhe me Albin Kurtin. Domethënë kjo është ndërrim i madh i paradigmës. Nuk mundesh me qenë edhe me Albin Kurtin edhe me Ibrahim Rrugovën. Në e dyta është një elektorat i cili ka qenë shumë i mllëfosur. Herë me arsye, herë pa arsye. Po që tash janë të paragjashme, ka qenë shumë i mllëfosur. Edhe zotin Kurti ma shumë e kam pasë një mekanizm të hakmarrjes, se sa një mekanizm që mundet me reformu Kosovën. Dhe tani, 5 vite, kur e kam parë rrezikun, Ridvan, kur e kam parë rrezikun që ky njeri mundet me çu Kosovën në dështim të në shteti, unë besoj që çdo mendjet racionale, mrena që ati elektorate që kanë votu Albin Kurtin, që ato nuk kanë me votu ma. Ju prisni, përfitoni nga pellgu, nga bazeni, pishina elektorale në Kosovë, Berami. Kjo është elementi parë. Rezultat i yrnekët të qeverisës së Kurtit. Jo, kjo është elementi parë. Elementi ku mu m'jap shpresë ma shumë të, e ku unë e kam të bazu me këtë shpresë, është një përbashkim historik që po ndodh mrena Partisë Demokratike të Kosovës. Përbashkim historik po thu? Është përbashkimi më i madh i të gjithë njerëzve që kanë themelu, që kanë kontribu në Partinë Demokratike të Kosovës, që për arsye të ndryshme kanë mbetur qosheve të elektoratit, që nuk kanë marrë pjesë proaktiv edhe në fushata. Tani, me figurën e Bedri Hamzës, ne kemi një rreshtim të gjithë atyre që kanë dhënë kontribut në PDK për rreth figurës e Bedri Hamzës. Ky është elementi i parë, që kemi me pas mobilizimin më të madh të shtratit elektoral të PDK-s ndonjëherë. E dyta është risit dhe ftyrat e reja që do t'i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës, e të cilat e kanë një dëshmi që Bedri Hamza e ka dëshmu që është njeri që i afron të rinjt, po nuk ja bën që ja bëjnë parti tjera që i afrojnë edhe kur përfundojnë zgjedhjet i largojnë.